Një video prekse e një djali që mba një premtim që i bëri nënës së tij në fëmijëri ka përlotur përdoruesit e rrjeteve sociale. Klipi e tregon atë duke e quar nënën e tij në udhëtimin e saj të parë me helikopter. Yogesh Rawat e ndau videon me mbishkrimin udhëtimi i parë me helikopteri nënës time. Në klip Rawat shpjegon se i kishte premtuar nënës së tij kur ishte fëmijë se sa po të rritej, do ta merrte me vete në një udhëtim me helikopter. Videoja e tregon atë duke e përmbushur këtë premtim. Megjithatë, ngazllimi i nënës së tij shpejt ia la vendi nervozizmit kur pa helikopterin. Ajo shihet duke mbajtur këmbën e të birit, duke thënë se ishte e frikësuar dhe nuk donte të shkonte. Rawat dëgjohet duke e qetësuar, duke i thënë se asgjë nuk do t'i ndodhte dhe se ai do të ishte aty me të. Ndërsa udhëtimi vazhdonte, frika e saj u shndrua në kënaqësi. Rawat tregon se nëna e tij më në fund u relaksua mjaftueshëm sa për t'i vënë syzet e diellit dhe filloi të shijonte plotësisht përvojën.